Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë edhe ditën e sotme të takohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, fotografit më ekskluzive që po dalin në publik nga xhirimi i videoklipit të Gjestit. Do të ndalojmë konkretisht tek Gjesti. Gjesti momentalisht është më në qendër të vëmendjes, është një nga personazhet publik më të komentuar dhe publiku është më i jetur për të ditur rreth rrugëtimit të tij, rreth jetës së tij private, që fatkeqësisht kemi shumë pak detaje për jetën e tij, por në jetën profesionale tashmë kemi më shumë detaje, edhe pse producentët e Gjestit, stafi i punës së Gjestit lëshojnë në përfaqe të ndryshme fotografi që kanë të bëjnë me realizimin e punës së tyre. Dhe momentalisht, ditën e djeshme konkretisht, u xhirua klipi Veshu Ndrequ, një këngë e cila do të vjen së shpejti në tregun muzikor, do të jetë lançuar së shpejti në kanalin YouTube, ku Gjesti do të rikthehet me një këngë shumë të bukur pas përfundimit të Big Brother VIP Albania 4 dhe asaj të Kosovës. Kënga ka shumë ngjyra brenda, kënga ka shumë botë interesante, kënga ka shumë vallëzim, kënga ka shumë ritëm, kënga ka shumë gjeste, kënga ka një natyrë interesante të interpretimit nga ana e Gjestit. Unë e kam thënë edhe më herët, vazhdoj ta them edhe tani, që Gjesti është një këngëtar që mënyrën se si këndon Gjesti, do me thënë atë teknikën vokalistike të tij, nuk mund ta gjesh te këngëtarët e tjerë. Do me thënë ka një lloj këndimi shumë interesant, ku për dikë mund të duke që nuk di të këndoj, por mënyrën se si Gjesti këndon, thyerjet vokalistike, gërvishtjet e zërit, janë ca vogëlsira në fakt që jo të çdo kush mund t'i gjesh, por cili don t'i ketë. Realisht kjo është talent, nuk ka të bën me, patjetër që ka të bën edhe e ushtruara, por në qoftë se nuk e ke në talentin tënd kot që ushtron. Domethënë ka lule shumë të bukura, ka një ngjyrë shumë të bukur të vokalit, një ngjyrë që karakterizon fytyrën e Gjestit, trupin e Gjestit, mimikat e Gjestit dhe gjestet e tij. Domethënë është i kompletuar nga vetë Perëndia për të shëndëruar në këtë fenomenin që sot është dhe në këtë djalin që i punon këngët me kaq shumë vullnet, adrenalinë edhe me dashuri. Ditën e djeshme në Vienë të Austrisë është xhiruar videoklipi i Gjestit në një nga muzeet më të bukur. Shqiptarët të cilët janë në Vienë, jam shumë i bindur që e kanë vizituar këtë muzeun dhe e dinë shumë bukur se sa kënde të lezetshme dhe fantastike ka. Gjesti ka xhiruar në 3 kënde të muzeut, konkretisht është xhiruar tek këndi me divanet me ngjyrë të verdhë, do me thënë është një kënd shumë i bukur që tashmë është bërë publik pasi ne dje zbuluam se ku Gjesti ka xhiruar, më pas është xhiruar tek këndi me divanet të ngjyrës portokalli apo orange, dhe më pas është xhiruar në pjesën e jashtme të muzeut, ku protagoniste, ashtu siç e thash edhe dje në videoklip, në këtë shpjegimin që unë bëra, me patjetër që do të ishte një vajzë e veshur me plot ngjyra. Dhe ngjyrat që janë përdorur në videoklip janë ngjyrat të natyrës, pasi që muzeu në pozicionin ku ndodhet ka shumë natyrë, ka shumë pemë, ka shumë gjelbërim, domethënë janë krejtësisht ngjyrat e natyrës, dhe vajza në fjalë është kombinuar me ngjyrën të gjelbërt, me ngjyrën pink, me ngjyrën e verdhë, me ngjyrën e bardhë, domethënë një miks ngjyrash që këto ngjyra presim të jenë edhe tek Gjesti, pasi që të njëjtat ngjyra i ka edhe në ruzat, të cilat i ka vënë në qafë, ku ka 3 lloj ruzash. Domethënë ka një ruzë krejtësisht pink, ruzën e dytë ka të verdhë, të bardhë, pink, të gjelbërt, kaltër, të kuqe, dhe më pas e ka ruzën e tretë me këngën, me titullin e këngës Veshu dhe Ndrequ. Domethënë kjo është sa i takon videoklipit. Është një videoklip me shumë ngjyra, besoj që do të na falën shumë energji të bukur, pasi që mikthimi i të gjithë ngjyrave falën një energji shumë të bukur, dhe jo më kot Zoti ka bërë ylberin me plot ngjyra, domethënë është një mrekulli, është një bukuri e papar. Dhe Gjesti do të jetë superlativ në këtë videoklip. Me patjetër kur gjërat punohen me shumë intensitet, me patjetër kur gjërat punohen me shumë seriozitet, dhe kur ka një investim goxha të madh, siç është
investimi i Gjestit, sepse ky nuk është një projekt i thjeshtë. Domethënë mund të duket një projekt i thjeshtë në shikim të parë, por ky është një projekt shumë i investuar, i cili ka kërkuar shumë kohë, për të cilin është punuar një skenar shumë i madh për të arritur që të realizohet ajo punë finale që jam shumë i bindur të gjithë shqiptarët do të shokohen. Domethënë klipi është xhiruar në 5 kënde, kemi shumë kënde brenda klipit. Jam shumë i bindur që nuk do të lënin pa kapur edhe shkallët e muzeut, nuk do të lënin pa kapur edhe muzeun Galar, nga që ishte një mrekulli e papar. Të gjitha ato të cilët e kanë vizituar dhe ditën e dieshme, unë kur e bëra publike, domethënë e pan se për çfarë ambienti bëhet fjalë, është superlativ, domethënë Gjesti ka filluar të punon në nivelin e artistëve gjigantë. Zakonisht artistët shqiptar respekt, por nuk është se ju kanë dhënë videoklipeve të tyre kaq shumë rëndësi, sepse ndoshta e kanë patur këtë fenomenin që kemi klikime në YouTube, këngët na shkojnë viral, kemi imazh, edhe nuk duhet të investojmë kaq shumë në klipe, ndërsa Gjesti ka vendosur që t'i bëjë të dy mikset, si këngën, si videoklipin, domethënë të vi superlativ, të vi i pakrahasueshëm, sepse kishte nga ato që fatkeqësisht thonin që Gjesti po dështon. Për koncerte, Gjesti nuk ka këndim, Gjesti nuk ka këngë, po Gjesti domethënë punon projekte që vetëm ato të cilët merren me këtë punë e din shumë bukur se sa mund të kushton një projekt kaq i tillë dhe se sa i lotshëm mund të jetë. Veshu Nreçu është kënga e cila do të pushtoj zemrat e të gjithë shqiptarëve, ashtu siç edhe ka pushtuar një pjesë e vogël që Gjesti ka publikuar në Instagramin dhe në TikTokun e tij zyrtar, më pas bëri dhe një publikim të dytë ku që të dy videot kanë shkuar, e para 2.2 milion, e dyta 1.2 milion, domethënë shqiptarët janë shumë në dashuri të madhe për të ndjekur Gjestin, me patjetër që në TikTok nuk ka klikime të blera, të paktën nga ana e Gjestit. Këto janë të vërtetat edhe reale që ju shikoni. Janë shumë njerëzit euforik të ndëgjojnë se çfarë po bën Gjesti, çfarë këngë po sjellën, ku qëndron suksesi i tij, dhe realisht kjo është mrekullia që ne do të shohim së shpejti. Jam shumë i bindur që kënga do të jetë e lançuar për vetëm pak ditë në kanalin YouTube. Do të kemi një coming soon apo një promo në Instagramin e Gjestit nga videoklipi, nga ajo se çfarë pritet të vi. Jam shumë i bindur që Gjesti do të jetë krejtësisht tjetër njeri në këtë videoklip, do të jetë krejtësisht tjetër Gjest, domethënë është punuar dhe punohet me Gjestin me shumë intensitet për suksesin e tij, dhe me patjetër me gjithë këtë punë nuk e vë në dyshim në asnjë mënyrë që suksesi nuk mund të jetë i garantuar. Gjesti po punon, Gjesti po vepron, dhe tash vetëm do ta presim këngën Veshu e Nreçu.